edhe grupet të cilat do ju shoqërojnë në vendet që ju keni kërkuar apo jeni rekomanduar për të shkuar sot, për të vizituar. Do ju kërkojnë që të keni një perimetër vendi në të cilin ju të lëvizni. Arsye pse është sepse për shkak të pajisjeve të ndryshme apo punimeve të ndryshme që bëhen në shesh, ju nuk jeni me pajisjet personale minimale mbrojtëse të duhura në fush. Fillojmë dhe kemi gjithmonë këpucët e sigurta, kombinoshet, kapelet, dorashkat, syzet dhe një monitor personal mbrojtës për sa i përket asaj që neve themi në fushën tonë, rreziku i menjëhershëm që neve kemi, gazi H2S. Nuk është për t'u friksuar dhe nuk e themi këtë gjë që juve të mendoni po dalë çfarë është kjo apo ku po jemi apo çfarë po bëjmë, por është thjesht për t'ju vënë në dieni që këtu punohet dhe kemi disa rreziqe të cilat na shoqërojnë gjatë kohës ku ne jemi duke punuar. Sot kam kënaqësinë që në emër të Junior Achievement në Shqipëri të uroj mirëseardhjen në kampin rajonal të inovacionit në bashkëpunim dhe me mbështetjen e papërfshirë të kompanisë Bankers Petroleum. E çmoj shumë këtë projekt dhe këtë takim të sotëm dhe në emër të kryetarit duhet ta përshëndes këtë veprimtari të sotme që kam besimin absolut që do të jetë shumë dobiprurëse për të gjithë neve. Ndërtimi i programeve si Junior Achievement apo arritje rinore ka rëndësi shumë të veçantë. Historia e mënyrës se si ne kemi arritur deri në këtë ditë, në një farë mënyre është histori që frymëzon të gjithë atë moshën tuaj. Kemi nisur në 98 në kushtet kur Shqipëria kaloi një periudhë shumë të trazuar dhe optimizmi për të bërë punë të mëdha dhe punë të mira, tu duke gjithmonë më i vështirë, më i pamundur, dhe kryem investime nëpërmjet cilave ne provuam që me vullnet, me këmbgulje, me shumë dashuri për këtë vendin tonë ku jetojmë, mund të bëjë investime që jo vetëm të ishin fitimprurëse, po të ndryshonin rrënjësisht jetën e njerëzve. Detyra jonë është që këtë mbështetje ne ta shtrijmë më gjatë, më thellë dhe në mënyrë më të qëndrueshme në të ardhmen. For USAID, the economic growth of Albania is very important to us. Every year, Junior Achievement supports 11,000 young people in over 170 high schools from all over Albania. Bankers is proud to be a partner of this program and aims to develop programs that foster business minds and skills and the creativity of the future leaders of the country. Keni parasysh 10 minuta prezantim, mos harroni që 7 minuta janë tuaja për prezantimin e ideës suaj. Do t'ju sugjeroja që ti shfrytëzoni shumë mirë 7 minuta tuaja, as mos lini një prezantim për 4 minuta, as mos ta mendoni një prezantim për 8 apo 9 minuta. Kujtoni kartonat. Kartoni verdh do të thotë koha juaj është duke mbaruar, keni edhe 1 minutë kohë. Kartoni kuq, koha juaj mbaroi. Grupi jonë në fakt e ka përqendruar gjithë idenë e tij tek riciklimi i plerave sepse është edhe një nga sfidat më të mëdha të shekullit të 21. Gjithë këto sfera të ndërtoheshin me produkte ekologjike. Unë do t'i quaj eko-organike. Droni është i programuar dhe nëpërmjet një baterie, e cila do të komandohet me një telekomand nga toka. Synimi ynë kryesor është që të ofrojmë këtë shërbim në vendin tonë, pra në Shqipëri, duke shmangur kështu ndotjen e cila kohët e fundit është bërë një problem mjaft i madh në vendin tonë.
fakt jemi ardhmja dhe pikërisht jemi ne ata të cilët ta bëjmë Shqipërinë dhe një nga vendet si standard ashtu siç e kërkon dhe BE-ja. Të dashur nxënës, mësues, të ftuar antar të jurisë, erdhëm në momentin kur juria ka marrë një vendim, me sa më thanë ishte një vendim i vështirë, prandaj mori kohë. Përpara se të shpallim skuadrën fituese, më lejoni t'ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen, të falenderoj gjithashtu antarët e jurisë, zotin David French nga Bankers Petroleum, zotin Altin Fuga, përfaqësues nga Alpstar, zonjën Arlinda Çausholli, Tirana International Airport, zonjën Monika Kryeziu, Intesa San Paolo Bank dhe zotin Erton Graceni Protik. Tani për të shpallur fituesin, ftoj kryetarin e jurisë, zotin David French. But in the end, there is the only way. And we chose group 2.